Ja se çka ka deklaruar ish-ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, tani deputeten e Kuvendit në Republikës së Kosovës, Rozeta Hajdari. Kryeministri Kurti e ka epicender qytetarin, e ka vëmendje qytetarin e nuk e ka vëmendje vetëm projektet në asfalt, siç ka ndodhur më herët. Deklarata e ish-ministrës në fjalë tregon pa aftësinë e saj për të kuptuar mirëqenien qytetar. Si ka mundësi që një kryeministër të ketë në epicender qytetarin, përderisa ai nuk krijon kushte infrastrukturore apo asfalt për të lehtësuar jetën qytetare. Infrastruktura është çelësi kryesor i mirëqenies qytetare. Kushdo që nuk e kupton këtë gjë, ka probleme serioze me arsyeën e tij dhe çalon shumë në aspektin intelektual. Një infrastrukturë e mirë rrit sigurinë qytetare, mundëson lëvizjen e lirë dhe çka është më kryesorja, krijon qasje në shërbime të domosdoshme, siç është shëndetësia, arsimi, punësimi e kështu me radhë. Sidoqoftë, nga raporti vjetor financiar i buxhetit të Republikës së Kosovës, po të shkojmë në faqe 30, figuron se për infrastrukturë janë shpenzuar kaq para. Albin Kurti e di fare mirë se infrastruktura është pjesë e rëndësishme e mirëqenies qytetare. Mirë po, ai vartësit e tij i nxiqet ta flasin të kundërtën, në mënyrë që trupet e vet elektorale të ambulojë të vërtetën. E tëra kjo bëhet me qëllim për të arsyetuar mungesën e punës për rreth 7 vite qeverise dhe po ashtu për të arsyetuar shumën e milionave të shpenzuara për ndërtimin e rrugëve të reja të cilat nuk figurojnë askund. Dhe lere që nuk janë ndërtuar rrugë të reja, por edhe këtu aktualet janë duke u shkatruar gjërë në detaje për shkak të mungesës së mirëmbajtjes e cila nuk është bërë.